Nga ambientet e paraburgimit, ish-presidenti Ilir Meta ka komentuar raportin e konvergjencës ekonomike për Ballkanin Perëndimor të hartuar me mbështetje të presidencës së BE-s dhe OECD-s. Në një reagim publik në rrjetet sociale, Meta thekson se Shqipëria ka përjetuar përkeqësim në të gjitha 5 fushat e studiuara, duke përfshirë infrastrukturën, aftësitë njerëzore, transferimin digjital, produktivitetin dhe kualifikimin e fuqisë punëtore. Sipas Metës, edhe pse vendi ka realizuar investime të mëdha infrastrukturore, rezultatet mbeten të dobta, ndërsa korrupsioni vazhdon të ndikojë negativisht në veprat publike. Ai shton se situata në sektorin e arsimit është shqetësuese, pasi treguesit e aftësive njerëzore tregojnë një nivel të ulët të kualifikimit edhe produktivitetit të punonjësve. Po ashtu, ish-presidenti kritikoi performancën në fushat e transformimit digjital, ku Shqipëria rënditet e parafundit në rajon, duke konsideruar programin qeverisës të mazhorancës të demagogjik dhe të pabazë. Meta thekson se pavarësisht këtyre defekteve, qeveria ka trajtuar digitalizimin si shtylla kryesore të zhvillimit, pa përputhje me realitetin. Ai gjithashtu thekson se ndonse flitet për hapjen e kapitujve të bisedimeve për anëtarësimin në BE, raportet tregojnë se vendi po largohet nga standardet bazë të zhvillimit ekonomik dhe shoqëror, duke I lënë qytetarët pa përfitim real të progresit.